E ti se them kështu, se pos kështu, pas ma bleve, ta ble vetë që i kam bërë ca lek këtu. Ta marrë iPhone paktën. Po mirë, po ti kur i ke lek, pse më thumu ma bli pra? Se dia i kam fix për i telefon, iPhone. Si ke fix, do t'japim ne lek, do t'nimojmë. Çal, unë s'po them, o Aurel, unë jam boss, Aurel, jam me allergji, si gjoj se kon si është mohabeti. Po Aurel, a do të kuptosh mohabetin tamam si është mohabeti? Po. Kështu si ti më thu mu? Okej, Ilja. A ngjonere, kështu si më thuti mu, unë i them Aleksit për vetëre. A kupton çfarë du të them? Po. Po kështu është jeta o plak, nuk ka për tur, është hierarkie. Ndoshta un kam 2 lek më shumë se ty për momentin, ti ke 2 lek më shumë se i tjetër që s'ka telefon fare. Aleksi ka lek më shumë se mu, Semi ka lek më shumë se Aleksi. E kështu vjen jeta hierarkie o plak. Un ti më thon mu, un i them Aleksit për vete, Aleksi i thot dikujt tjetër. A kupton? Po gjoj çik ta shikosh ti si është jeta o plak. E po rri për derisa sa kesh mund. Shiko tregoj që o vllai. Shiko tregoj gjë se s'kupton ti, s'po e kupton ti situatën o plak. Ç'a du të them unë, ç'a është thjesht në hall. Thjesht në hall. Shiko tregoj histori, po ta tregoj ty për herë të parë që të motivohesh e ta shohësh te vetja. Gjë tregoj histori që s'e kam tregu kurrë. E kam tregu veç herë, po me shumë pak rob. 2 vite e gjysmë më parë fix, ditë parë para se me hyn TikTok. Sa kam hyn? Shif e çik. Shif si rria unë o budall. A shikon këtu? Tu kam qenë spitalu. Nga kjo ditë, kam ne 2 mujën me këto këshu në për trupën. Për ditë. Pse? Kam ne 2 mujën me këto këshu në trupën, për ditë. 2 mujë. Wow, big man! Prita të regoj unë. 2 mujë kam ne këshu me këto në trupën. Pse këshu, Ma të tregojnë historinë. Pranoj lojën. Pranoj lojën. O vlla, unë kam pas nejtë në lushnje. Edhe kam pas lidhe me i botë. Qa vend të lushjes? Aurel. Ate në lushje kam rob. Bravo të qoftë. Do më gjosht fol të shi? Kam nejtë në lushnje unë vllai, kam pas njofi gos rria këto në Tiranë, kështu njërën tjetër në shkëputa, erdha nga lushnja, atje kam pos punu me i lokal, erdha nga lushnja, erdha në Tiranë. Oh, big man! Edhe në Tiranë, tu jetu këti. Wo you, sir? Love you, bro. Edhe Aurel, gjitha këto situatat, më erdhën në një periudhë, mu me këtë gocën kisha ja 3 vite gjysmë, po bë gati ja 3 vite që jam da s'kam bë me lidhje. Tashi, në i farë periudhë, unë pa e kuptu hiç nga hiçim, kapi gjendje ankthi, gjendje depresioni, pa e kuptu farë, unë se dija se qa ishte. U zgjova i ditë bukur nga shtëpia, tu shku për punë, se punoja këtu, tu shku për punë, veç isha për plasë rrugë, më kisha rënë fikt kështu rrugës, a kupton? Po nuk e di pra po të them, nga hiçi, shiko ta tregoj historinë, se si ja kam marrë deri këtu, që ta kuptosh ti pse kam hyrë në TikTok e pse kam gec. Se për mu, për shpirt, ja ushi motrën TikTokut, famës, audiencës, veç me pas shpinë mirë, po gjë. Edhe qa në thëshi, eci unë. Po, la me, po. Kisha marrë i dyshan me qera. Kisha marrë kredi. Në të ko, masi isha unë smur këshu për vete që fillova të rria me aparatura në trup, nuk shkoja në punë me punu unë? Nuk po... O vlla, shkoja për të puna. Shkoja vile 20 herë në ditë, se më kishte kap gjendje ankthi, gjendje depresioni. Shkoja 4 herë natë në Tiranë, te Nën Tereza në urgjencë. Merri ambulancën me më qua plak. O, big man! Binte të fikt kudo që isha binte të fikt për plasësha kështu. Në atë kom smure dhe mami mu, marrë 11.000 euro borgj, me të shumë spital. 11.000 euro borgj i kisha. 8.000 kisha borgj në banku, bën 19.000. 5.000 kisha marrë kesh të njeri, 24.000. Llogarita shi jeta ime. 24.000 euro borgj në ato momente. Nga kjo goca unë dava unë. Se kështu erdhën rrethanat, unë dava nga kjo gocë. Vet isha të vuj gjendje ankthi, gjendje depresioni, vile 20 herë ditë. Doja me shku në punë, shkoja në punë, veç për plasëshën për tavolina, mbinte të fikte kështu më thoni këto orë qa jetu bë plak. Unë shpis rria dot. Me punu duhesh se më duheshin lek, as nuk punoja dot, as nuk shkoja dot në punë, nuk bëja dot as i gjë. Edhe erdhi i moment, shkova unë te doktorat, deri këtu isha 24.000 euro borxh, ngjo me vëmendje, deri këtu. Pa nis kjo
pjesa që unë isha smur. Nuk e kuptoja çka kisha, pse mbindet fikse kështu. Nuk lija doktor private, spital private, Hygea, Amerikan, Tresh, Amerikan, Karim Pidhe, ç'a do lloj spitali në Tereze kështu, ore ç'a kam? Thoja mos kam në gjë psikologjike, këto më thonin mu, jo ke këtë, jo s'ke gjë në rregull, lash deri këtu një 8.000 euro, unë bën 32.000 euro borxh. 32.000 euro borxh. Në punë nuk shkoj dot më, ngrihem nga Tirana, ikin në Lushnjë. O plak, thash me menjen time, thash ok, këtu u myll jeta, s'bëhem me rob, s'ndryshoj dot më asnjë gjë. O vlla, doja me shku në punë, nuk punoja dot re. Nuk shkoja dot në punë. Shkoja villja, mbitet fik, nuk rria dot as në këmbë, as i gjë, rria kështu në këmbë, veç rria shtri krevat, nuk reagoja fare. Tashi, masi ka lun këto plak, nuk ishte me rrugëzidhje. Kur kam dal nga shtëpia që kam ik nga Tirana për Lushnjë, kam pas 30.000 lekë në xhep, 30.000 lekë në xhep, edhe 32.000 euro borxh. Kur kam ik 2 vite gjysmë më parë ky muhabet. I shita me makina, me çka kisha të gjithë, që bëra mamin operacione, kështu që marrova të gjitha gjërat. Edhe po prit, edhe ç'a ndodh shkoj në Lushnjë. Rria t'jem fshat, kisha nevojë për qetësi, për një gjë kështu s'bëj. O vlla, merja buk, m'bënin shtëpis buk, nuk haja dot, si ç'a bëja, merja bukën, kjo është buka. E merja, e bëja kështu. Se bëja dy herë kështu ngoj dhe veç e përshtyja jashtë, nuk e çoja dot poshtë. Për 8 ditë u dobësova 11 kg, për 8 ditë, për 8 ditë. Vetëm nuk rria dot. Unë menoja, po të rria vetëm, thoja do vdes. Qa do që të bëja? Ku do që t'isha vetëm shpi, fleja në salon, nuk fleja dhënë gjumit salon, vinte plaka, flinte me mund divan. A kupton? Tallkarin për kokë familjes, nuk jam të tallkarin për kokë të vllajt. Edhe marroj gjithë situatat, tash unë s'kisha ç'a me bë. Unë bëja, në ato kokë kisha fillu bëja pak video në TikTok-un, po nuk kisha kështu personazh. Tash vjen funi mujt. Unë kisha shtëpi në Tiranë që e paguja me qira 400.000 lekë. Kisha qiranë e dyqanit e paguja 400, kisha kestin e bankës që e paguja 400, 1.200.000 që unë duhet e paguja me patjetër muj për muj, me patjetër duhet me pagujt muj për muj, tashi e kisha muj 1.200 euro borxh, 32.000 euro që kisha borxh në për njerës me i la, unë kisha veç 30.000 lekë në xhep. Erdhi fundi mujt, fillun këto, shtëpia donte qiran, dyqani donte qiran, banka merrte telefon, se dia se ç'a do bëhe me jetën time, o kar. Vesh kisha të bë video në telefon edhe merr njëri mund telefon, thot, o Greca, ç'a bane mirë. Po unë për shembull me ishira, po unë ato ka rria me shejikun, unë me vdek për buk, t'jem ç'a dush unë, t'jem situatën time më të keqe, unë ja shi motrën, nuk e lej dot dikë që rrie burr. Prandaj u zura me farin dhe për ty. Tashi më merr njëri mund telefon, thot, unë ke kisha hall për vete, këtë vite keqe për shejikun. O Greca, ç'a bane mirë, ore thot kam i dyqan peshku, du me bëj reklam. Po ku isha mësun, kështu ishte hera parë, unë se kisha i dem fare. Më tha, musa lek do. S'dija sha t'i thoja, unë ku di gjë, unë i thash 200.000 lek. Okej, më tha, mu hajde në këte, i thash, o vlat, them dhe i gjë, i thash, Kështu, thash, kam dhe shejikun, i thash, a ne këte vita marrë dhe, po tha, jo, hajde vetëm, thash, ta marrë, o vlat, se është mirë për ty, a ne këte ban byme, ja musha menjen, unë ati, më tha, merë, okej, tha, merë shejikun. Sa lek doni për të dy? Qa t'i thoja, unë t'i thoja 400 e shumë, i thash, du 300.000 lek. Du 300.000 lek, i thash, për të dy. O shejik, thash, më ka thënë njëri për reklam, sa video do 250, i thash shejiku. I thash, unë nuk e di, po i theme, i thash ti 300.000 lek, unë logarit ashi. Shkojmë bërë reklamën, i jap 200.000 lek shejikut, ma 100.000 lek vet. A ti i thash shejikut, i thash mora 400 unë. A kupton? I thash 200.000 lek shejikut, dhe pse isha në këtë situatë, unë s'kisha asi lek në xhep, marrë ta 100.000 lek vet. Kur i ka marrë këto lek të Aurel, wow, big man! Kur i ka marrë këto lek të Aurel, me nova 100 euro, kur mora i 100 euro, me nova se kur mora i 100.000 euro, plak, nuk e ke i dën. Nuk dia qa me shpiku, nuk e ke i dën se qa ndjesi jo vlla, nuk nga zero, nga hiqi, kur mbini këto në telefon, ty bëre reklam tjetër, blodha 400 euro, paguja atë që kisha me urgjente, pagoja bankën, i thoja ti të shpis, nuk jam aty, jam këte, jam ane, bëra 400 tjera, pagova qëran, i thash do i lej këto, do i lej gjitha. Edhe i lash gjitha këto unë, shpijat e këto ngeli veç banka. E pastaj fillova në TikTok, tu bënga reklama, tu bënga 50 euro, tu bënga 50 euro, tu bënga 100 euro, dil meri kafe, meri gjë, mlidh në i lek, paguj këto gjitha, tu vazhdo tu bë.
I lava kredin, e lava këta, hoqa të parë në bankën, hoqa borxhet që kisha, më kishin ngel vesh 11.000 euro borxh. Tashi gjatë gjithë kësaj periudhe unë rria me këto aparaturat në trup, 1-2 muaj e mora vesh që kisha. Kush është ky zio jon? O Alex Visha! E mora vesh Aurel që kisha gjenja ankthi, më çojnë te psikiatre më këto dhe ora kur më tha më kështu të shkosh te psikiatre, thashun qia rop se nga që s'jena mësua për mentalitet shqiptar, thashun pse kar unë s'kam nga mend të kokës. O, Diglen! Kom psikiatri, thotë, jo psikiatri, do shkosh te psikiatria. Shkoj unë sa ulem aty, thash ti je mirë, çfarë problemi ke? Tha, sa fillova ti folëm, tha, ke këtë po, a ke këtë po, a ke këtë po, a ke këtë po. Edhe unë menoja se një moment po të rria vetëm do vdisja. E ke parasysh ankthi, depresion, unë si shamsu që ishte ankthi. Edhe më thot mu kjo, do marrësh këtë ilaçin, nëse për 3 ditë je mirë, tha edhe gjë tjetër, tha. Në ankthi tha nuk ka vdek njeri dhe nuk vdes. Ama nuk vdes njeri, thash nga ankthi jo. Po bjell motrës, e mora zemrën vllai e fillova tu punu. Fillova tu punu me kohë, me këmbë, me çat dilte para, ika në Greqi, bëja reklama, punoja ndërtim. O vlla, gjithë anë, shkoja në punë atje veç zhvillja, ai pronari më thoshte mu ik shtëpi, unë i thoja, jo du me punu, shkoja, mlodhej 1500 euro, ja nisa plakët. O dhia! Edhe Aurel, du të them për çfarë po ti tregoj gjitha këto gjëra që mos dorëzohesh ti e mos thot tjetri jo të shifsha rob do të bëj unë shtëpi. Du të them që shiko çfarë bëhet, nëse je i mirë, nëse njerëzit duan, nëse je i drejtë, nëse punon, nëse sakrifikon. O vlla, unë i thash nuk bëhem më rob. Nuk marr më rrugë, nuk marr më jetë, s'kam ç'a bëj më. A kupton? Kishte ngel vesh me thënë do vras veten. Edhe tashi, se Xio e di këtë historinë se ja kam treguar. Edhe tashi Aurel mas gjithë kësaj situate që po kaloja unë me i la borxh, o Big Ma, shumë faleminderit, o Alex, të rujt zoti e Xio, shumë faleminderit për gjithçka, shumë faleminderit për çam ke suportuar për TikTok. Po të çani ke posti atëherë. Shumë faleminderit që më ke suportuar për jetë reale, por shumë faleminderit për gjitha llafet, gjitha fjalë, gjitha gjërat, gjitha këshillat çam ke dhënë, s'ti harroj kurrë. Sido që t'jetë puna, sido që të shkoj, kur s'ka me t'harru. Pavarësisht gjitha gjërave. Edhe, tashi qa nodh. Shkoj unë tashi, kishin ngel ca lek borxh. Blija në i gjë, për shembull, o vlla, unë vet isha keqere, po të them. Po mamin e kisha smur, kushtet si kisha, borxhet isha, kupton, unë kisha 32.000 euro borxh. Lava shumë borxhe, e m'ngelën 11.000 euro, a kupton, akoma borxh. Po mama si mama shqiptare, ke parasysh, blija i bukun, pse ke ble bukën 1.000 lek, blija 800, ku me kursy, pse ke ble këtë, blija në herë me i bëj shefin, shkoja i blija në i bluz, në i gjë me ja çu shtëpi, edhe kurs më thoshte mu mami faleminderit, jo po kështu, jo bënte shefi, po s'më thoshte pse harxove lek, se kena me la borxhet, kena me la kështu, e me i shirop mos më zinte gjumi, a kupton? Dhash mora, shtrëngou, dil këtu në TikTok, bëj si rrotkari, bëj gjitha, bëhu i keq, bëhu i mirë, hapi krah, shaj krah, i vesh shur, dhi sy qorr, po ti ke drejt, po ti je më i miri, po ti fiton, po vllai, po këtej, po andemu, më shdash me i përdor gjitha mënyrat, se se shive do të mamin ashu, e lava dhe këtë borxhet. Kur lava dhe këtë borxhen e mamit, dola në balkon, u zgjova kështu mëngjes nga hiçi, i thash, tash që bëre këtë në pjedh motrës shkof tjeta, në pjedh motrës shkosh dhe ti, i thash vetes time, a kupton? Për kokë vllajt nuk trej. Edhe pse s'kisha motër, po ja thash i shpreje. E ja hodhe kaq po. Kur i thash mamit kështu që i pagova këto lek, filloi tu qaj, u bëj shefi e kështu gjërash. Edhe pastaj Aurel tu ece tu bë, bleva i makinë tjetër, mylla ca halle, pasuri nuk kam mos me trejt ko që të them kam lek gjenja kështu, po i kalova gjitha situatat, s'kam pas telefon, jam me 4 telefona, edhe pse mi kam bë dhurata e gjitha kështu gjërash, por që do të them vllai, ti nuk do të thotë që fari thotë do të bëj shpinun dhe thotë do pjedh ropsh. Edhe këtë du të them që ty mos të haj fari o vlla për asnjë gjë, se ti ke ardhur që ke ardhur deri këtu, do ngrihesh dhe më shumë, do ngrihesh, do bësh, ndoshta dhe s'ngrihesh, ndoshta ikën prap ulet zhiva për poshtë. Tash ti do thush na çave karim me këtë histori pse e the. A man men ç'a thash? Po, ke pas më përpara një dyqan. Aha. Ke pas e qëra në shtëpis. Aha.
Ke pas kështu të barku se di që ishin atë? Bravo. Ke rënë një 8 kg? Po, shishi ma ka mene, ha? Do me thënë, fabulën se a e kapet i pse të regova gjithë këtë historinën. Po me motivu mu. Bravo. Hajde tash i vari karin, fillojmë të dy të lypim. Hajde çuna gjithë nga pak. Hajde çuna gjithë nga pak. Gjithë nga pak. Më thënë drejtën, e di si të majmen për para që e visë që andi me shejikun. Andi, ati në të ushqim duke, si ku ishe, se di, se majmen. Orej, unë kam marrë dhe shkollën. Edhe i këtë taksis. Orej, unë kam marrë dhe shkollën e lartëre për financë. Kam qenë i pari shkollës, unë jo i pari klasës, i pari shkollës, jo klasë, në klasë po i pari shkollës. Po problemi është që ma kam su pleshi gjëmu dhe më ka thënë, si pas vendit bëhet ku vendi, ja kupton, rri me Aurelin do bësh si Aureli, rri me Farin do bësh si Fari, rri me Aleksin do bësh si Aleksi, rri me Big Manin do bësh muhabet bilionerash, rri me Zion do bësh muhabet triljardash, rri me Farin do shahem njëri tjetri nga rokt, rri me Shejikun do bëjmë si rrota karit e dy, rri me ty, e kupton? E na do punare, jo se jam karun, o Aureli, për Zotin, nëse ti... Me ty do bëjmë të dy si të metë, më sigur jena me goditje, bë si kar ti, si kar unë. Njërec ekonomisti. O quna, po si s'na gjujtet na i luan me i shif sharop. O quna, o Arlo. Ej, futën i gjithë për tre, o Big Man. Shumë faleminderit era, Allahu ta